në salë janë 109 deputet. Kemi quorum për vazhdimin e seancës. Vazhdojmë ati ku kemi mbetur të zgjedhja e kryetarit të kuvendit si pikë e tretë. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 maj, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje. Andaj, ftoj PDK-n ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj LDK-n ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj Listën Sërbe ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj AK-n Nisma ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Derisa nuk ka propozime, atëherë lus deputetët me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pesëdhjetë e katër deputet kanë dhënë votën për, kundër kanë qenë 1, abstenim nuk ka. Ndërpritet seanca me 29 maj, shihemi në orën 11 sërish.